Lubomir Frçkovski është një nga figurat më të njohura dhe njëkohësisht më kontroverse të skenës politike dhe akademike në Maqedoninë e Veriut. Jurist, diplomat, profesor dhe politikan, ai ka qenë pjesë e momenteve kyçe të ndërtimit të shtetit, duke mbajtur poste të rëndësishme si ministri i brendshëm dhe ministër i jashtëm. I pozicionuar shpesh në krahun liberal dhe reformist, Frçkovski ka qenë një nga zërat që kanë mbështetur idenë e një shteti multietnik funksional. Në periudha të tensionuara ndëretnike, ai ka artikuluar publikisht nevojën për bashkëtesë dhe përfshirjen më të madhe të shqiptarëve në institucione shtetërore, një qasje që e ka diferencuar nga shumë figura të tjera politike në vend. Megjithatë, rrugëtimi i tij nuk ka qenë pa polemika. Qëndrimet e tij të drejtë për drejta dhe shpesh kritike ndaj nacionalizmit, por edhe ndaj elitave politike, e kanë vendosur shpesh në qendër të debatit publik. A janë figura si Frçkovski, ura që lidhin komunitetet, apo pasqyra e tensioneve që ende nuk janë zgjidhur plotësisht në Maqedoninë e Veriut. Në këtë pjesë të tretë të Top Storyt kam kënaqësinë të kem një figurë të tillë në një intervistë ekskluzive me zotin Frçkovski, duke ju thënë në parantezë që në aktualitetin ton të mendimit, politikës dhe më gjërë, është vështirë gjesh figura të tilla që provokojnë, që sfidojnë, që përfaqësojnë akademinë, një ministër i jashtëm dhe i brendshëm në karrierën e tij, mbyllur me një ambasador në OKB gjithashtu, që saqi ka shërbyer, le të themi, tezës së madhe liberale progresiste për një integrim europian të Ballkanit Perëndimor, Maqedonisë kryesisht, aq edhe ka ngacmuar nacionalizmin me tezat e veta. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Top Story. Good evening, I'm always fun with the stories run with the beautiful ladies. Mirëmbrëma dhe është kënaqësi kur historia tregohet nga zonja të bukura. Shpresoj që të jetë edhe bukur historia, jo vetëm estetikisht, po dhe etikisht në moral. Thënë këtë, në profilin tuaj intelektual, shumë palësht, shumë dimensional, një gjë nuk e kam kuptuar dot ndërsa hulumtoja paksa. Si ka mundësi të jesh paranojak sa i përket çështjes së disa nacionaliteteve dhe pse zgjodhet në një paranojë të vogël të ngacmoheshit me shqiptarët dikur në karrierën tuaj? Entering from a professional duke hyrë nga një zonë që jam profesori të drejtave politike. Në politika e viteve 90 ishte një sfidë që doja të bëja një kushtetut për një shtet të ri. Dhe ky është një shans që vjen një herë në jetë. Njëkohësisht, fakti që Maqedonia është shumë kulturore, shumë ndëretnike, është shumë e vështirë ta mbash balancën në një demokraci. Mund ta bësh demokraci më të lehtë në shtete homogjene, por është shumë e ndërlikuar kur shtetet janë të përbëra nga nacionalitete nga kombësi të ndryshme. Kjo ishte një sfidë. Kjo sfidë ka dhe rreziqe kur hyn në politikë shumë ashpër, kur hyn shumë emocionalitet. Ishte një periudhë kur unë isha ministri i brendshëm i forcave të rendit, por pas kësaj mendoj se gjithë jeta pas kësaj ishte e lidhur me demokracinë, të drejtat e njerëzit, të drejtat e pakicave. Kjo ishte një farsoj e suksesshme, pavarësisht problemeve që ka Maqedonia e Veriut, u arrit një lloj ekuilibri mes kombësive. Nëse ata patën probleme, flas për shqiptarët në kushtetutën e vitit 91, ne ndryshuam fal marrëveshjes së Ohrit. Unë mora pjesë edhe në përpilimin dhe në draftin e marrëveshjes së Ohrit. Dhe tashmë kemi hyrë në një fazë të këtij shteti që është disi demokratik. Elita politike tashmë është e krahut të djathtë.
dhe krijon probleme të brendshme për marrëdhëniet demokratike, por gjithsesi vendi arriti të mbijetonte fal këtyre marrëveshjeve dhe është në një farë mënyrë demokratik. E vuajmë disi që jemi jashtë Bashkimit Evropian, po jemi më tepër të prirur drejt perëndimit, që besoj që është shumë okay kështu. Nuk po ju pyes kur ndryshuat mendim për shqiptarët, por e mban pyetja e dytë brenda këtë diskutim. Studentët e ligjit kanë dashur ta mbrojnë tezën e tyre të diplomës në shqip. Kjo mundësi nuk po i jepet. Ju i keni mbështetur, sepse studentët e ligjit shqiptar, sigurisht, në Maqedoni. Yeah, I understand that. Well, that was according to my opinion. Sipas mendimit tim, ata kanë të drejta të plota ta bëjnë këtë. Because the final exam, sepse provimi final, we call that judge ezak for judges and prosecutors. Ne e quajmë për gjyqtarët dhe prokurorët. Është një pjesë e një procesi studimor. If they have a right, nëse ata kanë të drejtë ta bëjnë këtë proces në gjuhën shqipe, normalisht ata kanë të drejtë ta kalojnë provimin përfundimtar në gjuhën shqipe.